Prej disa ditësh, 10 drejtues mjetesh të tonazhit të rënd kanë mbetur të bllokuar në Qukës për shkak të mbylljes së aksit në Librazhd, çka u ka pamundësuar vijimin e udhëtimit drejt Tiranës. Sipas tyre, alternativa e sugjeruar nga ARSH nuk është e zbatueshme, pasi shumë prej tyre kanë kryer procedurat e zhdoganimit dhe nuk mund të rikthehen në Maqedoninë e Veriut për shkak të mungesës së një marrëveshjeje mes dy shteteve për raste të tilla. Përveç lodhjes dhe kushteve të vështira, ata thonë se po përballen edhe me humbje të konsiderueshme ekonomike. Isha në Kafshicë. Gjatë rrugës na njoftuan që është mbyllur rruga, erdhëm këtu vajta pothuajse 3 ditë që dashur, nuk kemi asnjë njoftim. Unë jam i zhdoganuar, jam me mall lart, si mund të bëhet ajo? S'ka lojë, s'ka si mund të bëhet. E treta jemi të najt, kërkush as po na thot. Jo nesër, jo mas nesër bëhet, jo diçka kur gjë. Policia po na përgjigj që ku kemi lënë kamiona në për rrugë. Na letrat i kemi kryer, as mund me dal tash në qaftana i pet. Është shumë problem i madh. Kemi ditë që presim këtu dhe nuk marrim asnjë përgjigje. Në këto kushte, drejtuesit e mjeteve të rënda thonë se janë të detyruar të presin, pasi janë praktikisht të izoluar, ndërsa aksi alternativ nga Përmeti konsiderohet i vështirë dhe i papërshtatshëm për të përshkuar nga kamionët.